Përmenda pra që do të flasim për tema të ndryshme, do të nisim këtë pjesë të mëngjesit me shumë tema, por që realisht i përkasin një reality show, po flasë për Big Brother. Ka shumë tema, shumë diskutime të cilat pra vinë nga ato që ndodhen aty. Dhe shpesh madje edhe mund të keq kuptohen, mund të interpretohen ndryshe dhe pastaj në një mënyrë krejtësisht tjetër interpretohen nga banorët brenda. Madje, disa prej tyre edhe konsiderohen si dashuri apo miqësi, për gjitha ato do të flasim me Redion Shtyllën, dhe cilin e kam tashmë në linjë të drejtë për drejtë. Redion, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi, kënaqësi që ta nisim edhe këtë vit dhe të uroj ty dhe të gjithë atyre që na ndjekin një vit me shëndet dhe çdo të mirë. Faleminderit shumë, urime dhe për juve Redion. Po e nisim Redion me kështu me diskutime të shumta, të zjarta po them, në Big Brother, por që dua të ndalen fillimisht për zhvillimet e fundit, si i ke parë debatet lidhur me, po nisim pra me Elionën, Klodin edhe lëndrimin, me qenë se janë ata të cilët kanë përmbytur, mund të them kështu, rrjetet sociale për lidhjen që kanë. Sidomos me thekse veçantë për Elionën dhe për Klodin. Si ishe ti, Redion? Sigurisht që ka qenë një raport i tyre që është pëlqyer, është mbështetur dhe është para ajo kimia e tre të rinjve që në një shtëpi ku zakonisht bëhen lojra dhe drama, ata ditën që ta ruanin ata energjinë e mirë, po pos orëve të fundit që ka një lloj krisje të raportit midis Klodit, Elionës edhe lëndrimit që po i shikoj që po mban një qëndrim korrekt, ku po i thot gjëra që nuk po i pëlqejnë Klodit dhe Elionës, por është edhe mik i tyre. Do ta nis fillimisht duke dhënë një analizë të shkurtër të raportit që ka pasur Eliona dhe Klodi. Klodi përpara se të fusej në shtëpi në atë klipin prezantues u tregua që është i lidhur ka dikë në jetë. Pra këtë fakt e bëri publik me audiencën, por nuk e tha për banorët aty brenda, por ka qenë Labinot Rexha kur u fut në javën e tretë që në morinë e informacioneve që lëshoi edhe këtë për Klodin që ka partnere jashtë edhe por po piqet që të luajë këtë lojën. Sa kaq, në prajmin e datës 8 dhjetor, pra afërsisht një muaj përpara, opinionista Leonora Jakupi, e cila në sytë e publikut është si një lloj avokate e Elionës, e tha troç, mua më pëlqen që të shikoj një çift Klodi dhe Eliona. Tani, duke ditur që Klodi është i lidhur jashtë, si mundet ti që ta jepje këtë përshtypje, si mundet ta jepje ti këtë, le të themi, dëshirën tënde, pra ishte një lloj indicie e gabuar që më pas rolli i gjithë ato që ne kemi parë. Sigurisht që tani Eliona dhe Klodi po kapen në pjesën që Eliona e akuzon Klodit që ti po më provokon pas asaj telefonate që kishte me të dashur që më në fund u zbulua dhe pse të gjitha indicet ishte, edhe kur Toni u rifut në shtëpi, i tha Elionës që ndroj larg Klodit se i për të përdor ka të dashur një jashtë, por ajo nuk ndaloi edhe pse... Rediona, e shete apo e përdor realisht Klodi e Elionën? Po të dy, le të themi, e kanë përdorur në realitetin nëse mund ta them fjalën përdorje, pasi të gjitha sinjalet e pjesës që Klodi ka pasur dikë jashtë janë ditur në shtëpi. Më pas edhe në shumë biseda që Klodi me Elionën kam pasur në shtëpi, në aq sa unë kam ndjekur, ai ja ka bërë të qartë duke i thënë që ti po mendon thellë, po i hy thellit, po mendon gjëra, dhe e kam parë Elionën shumë të strukur edhe me një tendencë të fortë për t'ia nxjerrur sikur Klodi ka pëlqim për atë dhe jo sikur ka ajo. Dhe duke ditur të gjithë këto faktorë edhe në disa prajme kur Eliona pranoi që ka pëlqim më pas, besoj që ka qenë një lojë të dyve për të nxjerrë, le të themi, këtë situatën që është tani që ka krisje dhe që ka këtë debat. Po, dhe Rediona, se mbesim tek kjo, a shihet pra një aspekt, sepse Klodi vazhdimisht po kritikohet, mund të them kështu, në rrjetet sociale për qëndrimin e tij që kinse po i përdor, edhe lëndrimi përfshihet këtu. Si e sheti rolin e lëndrimit pastaj në lojën e Klodit? Sigurisht që lëndrimi tani ka dalë në atë pjedestalin që është i vërtet, ja thot mikut të tij që
ka disa gjëra që nuk i ka pëlqyer dhe në fund të ditës jemi në një lojë. Londrimi nuk mund të bëjë avokatin e Klodit dhe ta këshilloj, ta drejtoj, ja ka bërë her pas here me djeni që shikoj situatat që ti po bën me Elionën mund të keq kupton dhe mund të sjelli një pasojë që e cila ka ardhur tani më në shtëpi edhe mbrëm ku Klodi po le të themi po qante për jashta në borën që binte, ishte Londrimi që i qëndronte, pra ajo misia e tyre nuk është shkoqur, edhe pse në sytë e publiku disa herë është thënë që Klodi mund të përdor Londrimin, por ka një lloj kimie që nuk e shikoj shumë tek pjesa e përdorjes, por që Londrimi po vlerësohet se po ja thot gjërat në sy për këto orët e fundit që ka një lloj provokimi që po bëhet nga ana e Klodit, edhe pse ai nuk e pranon karshi Elionës edhe në këtë ndarjen që lojën që vllai i madh i bëri që i ndau banorët në treshe për të kuptuar dhe për të sjell dinamika, se këtu plasi ajo dinamika se Klodi ishte në grup me Benita dhe me Tonin, sipas Elionës është ndjerë provokuar nga Benita dhe nga Klodi, dhe Londrimi ka thënë ti nuk duhet ta bëj këtë gjë duke ditur që kjo vajza ka ndjenja, edhe pse më herët ai në një bisedë para 2 ditëve u shpreh që Eliona dhe Klodi vetë kanë dashur ta sjellin këtë situatë dhe vetë kanë dashur që ta luajnë këtë lojën, le të themi, e një lloj ndjenje apo edhe një lloj pëlqimi. Po, dhe nëse mbesim te kjo, Redion, po thua që sepse shpesh komentohet kjo miqësia e Londrimit me Klodin, të jemi të sinqert. Komentohet kjo kimia e tyre, shoqërisë. Ja, nuk besoj, edhe unë mund ta kem menduar, mund ta kem paragjykuar, por nuk besoj që mund të ketë një ndjenjë përtej asaj të miqësisë. Tani që po i shikoj, Londrimi është shumë i qartë në atë çka bën edhe çka jep te publiku. Pra, po tregon Londrimin që është energjik, që është gazmor, që është fani, që shkakton situata, dhe nuk besoj që mund të ketë një ndjenjë të fshehur, edhe pse mund ta kem menduar më përpara, por tani që po shkojmë edhe drejt muajit të finales, besoj që gjithë secili do të luajë dhe nuk do të ketë më miqësi. Po, dhe e mendon që mund të ndikoj kjo edhe tek, meqense po shkojmë drejt finales, mund të ndikoj kjo edhe mes shoqërisë së Londrimit dhe Klodit? Unë e thash, edhe pse i ka bërë disa kritika, mbrëm ishte aty në, le të themi, duke ngushëlluar, pasi Klodi nuk ishte mirë, po qante, do të thotë që edhe pse ka situata, sërish ata me njëri tjetrin nuk e kanë humbur atë miqësinë, edhe pse jemi në një lojë dhe është shumë e vështirë. Besoj që në ditët në vijim do të kuptohet më shumë, ose pas prajmit së premtes, ku do të dalin këto situatat dhe do t'ipen komentet nga të treja palët për këtë ngjarje, për këto fjalë që po thuhen, për këto ngacmime dhe për këto të vërteta që do të dalin më në fund në pam. Po, dhe dua të flasë edhe për qasjen që kanë banorët e tjerë ndaj tyre. Kemi parë reagime të shumta, Redion, lidhur me Elionën, me Klodin, qëndrime të shumta. Si mendon që e shohin banorët këtë miqësi dhe këtë shoqëri pastaj me Elionën, pëlqimin e Elionës? Po sigurisht e para që është aktive 24/7 në lojë dhe që nuk flej gjumë pa menduar lojën është Alba, që i gjeti një situatë për të sulmuar Klodin dhe për qëndruar afër Elionës, siç e ceka dhe më parë, ata ishin në këtë lojën disa orëshe që vllai i madh i bëri dhe Alba ishte në grup me Elionën dhe sigurisht që edhe me labin e ri, sigurisht që janë kritikuar, le të themi janë analizuar, por nuk po shikoj do një lloj angazhimi të madh të banorëve për të përfituar nga kjo situatë, po më së shumti ishte Toni, Alba, ato që kanë folur, se pjesa tjetër ka më shumë miqësi dhe nuk e shikoj që të jenë dhe kanë harruar thelbin për të çfarë janë aty dhe kanë harruar që janë banorë dhe nuk janë në një kamp pushimi që deri më tani po shikojmë që shumica po e shijojnë, edhe pse kritikat janë të shumta në rrjet për Llatarosin që është bërë ajo shtëpi me një lloj pisliku që nuk është parë në asnjë edicion dhe është e turpshme, si qëndrojnë gjithë ditën të pa aktivizuar në lojë edhe mbajnë një shtëpi që pamjet e fundit ishin skandaloze. Po, do të flasim edhe pak më gjerësisht për këtë çështjen e pastrimit edhe këtu. Redion, duan dalëm fillimisht sepse përmende për Albën, edhe the që është vetmja lojtare që e mendon lojën 24 orë. Pse po e thua këtë?
është e vetmja këtë gjë e ceku dhe... Sepse Alba është kritikuar, Redion, Dorën Zemër është kritikuar goxha shumë për qëndrimet, për sillet e saj, për mënyrën se si qaset, si reagon. Atëherë nëse do të flasim për Albën si lojtare, sigurisht që ka kritikat e saj se nuk është perfekte dhe ka bërë plot gabime, por që është e vetmja që nëse e shikon në çdo prime situatat janë për Albën, është ajo që e dominon, është ajo që krijon situata, është ajo që është e zgjuar, jo në sensin logjik, por që është zgjuar në atë lojë ku ndërkohë të tjerë thjesht po jetojnë. Për shembull, njerëzit e kanë harruar që në atë shtëpi është Dolce. Çfarë po bën Dolce? Asgjë. Çfarë po bën kushtrimi? Vetëm konton. Çfarë po bën Bia që na skandalizoi mbrëm duke dalë topless në vask? Pra, është e vetmja që krijon situata, këtë gjë po e thoshte edhe Eliona që ajo 24 orë mendon për lojën. Pastaj për gabimet që bën, jemi këtu, mund t'i analizojmë dhe mund t'i jap edhe atë mendimin tim. Po, dhe ku mendon që po gabon Alba? A mendon që çështja e saj është goxha e ashpër, Redion? Ka disa momente që është e ashpër, siç ishte ajo në prime-in e shkuar me fjollën që përmendi lëndët narkotike, ishte një pretendim shumë i fortë dhe po shkonte gati në akuzë, po ta dëgjosh me vëmendje Albën, ta heqësh atë parajgjykimin që është krijuar për të si një banore që flet shumë apo një banore që do të bëj pistë të tjerët, po ta shikosh ajo i analizon të gjitha situatat shumë mirë, por ka këtë parajgjykimin edhe manin për të folur shumë, por edhe për të bërë qasje të tjera. Por Alba nuk është shumë bullizuese në grup. E kemi parë ditët e shkuara kur ajo është sulmuar në grup, është prekur në grup, është goditur në grup, pastaj Fjolla i ka thënë dhe fjalë të ndyra, gjë që nuk është trajtuar dhe nuk është analizuar në prime. Pra, më së shumti është goditur se sa ka goditur në këtë Big Brother. Po, dhe duhet ndalem me qëse ende po flasim për këto dashurit dhe simpatit në Big Brother. Duhet flasë edhe për një gjë tashmë nuk është sasa në Big Brother, Redion, por që ka qenë përcjell me shumë diskutime edhe kjo. Si e ke parë ti, pastaj është kushtrimi që shpreh pëlqim ndaj Benitës dhe një lloj miksi kështu i pëlqimeve aty. Si e ke parë ti këtë pëlqim? Sigurisht që kushtrimi është ai stereotipi i një lojtari, i një banori që fatkeqësisht në mendjen dhe në atë portretin e publikut është që është një lojtar i mirë. Besoj që duhet iki kjo mania për të pasur apo për të mbështetur le të themi një njeri i cili vetëm e jeton atë lojën të Big Brotherit, se kemi parë në edicionet të shkuara, por edhe fituesit që e kanë pasur këtë portretizim të një lojtari të mirë që ka qenë i qeti, urt me vlera të mëdha, pa dashur të humbas këto vlera që duhen patjetër në një lojë si Big Brother, por kushtrimin në rastin konkret e kemi parë thjesht duke kënduar, asë kohë me atë situatën ka apo nuk ka ndjesi për sasën, për sigurisht ngacmimi me Benitën ka qenë fani dhe asgjë më tepër. Prandaj për mua dhe për edicionet që do të vinë, duhet iki pak kjo mania edhe e publikut ndoshta për të mbështetur apo për të pasur në Big Brother një personazh që është i mirë por nuk luan. Në Big Brother duhet të luash edhe nëse je i keq. Po, dhe duhet të flasim edhe për lojën e banorëve të tjerë, Redion. Dalemi këtu për banorët që tashmë janë, mund të them kështu edhe kanë lidhje nga jashtë. Kohëve të fundit ka dalë edhe besoj e pe dhe dje lajmi për Benitën, edhe për lidhjen e saj 5 vjeçare, një rrëfim i Benitës për lidhjen se si ka kaluar, që djali në fjalë që tashmë është zbuluar që është Indri, dhe e ka dashur edhe kur ka qenë pa operacione plastike, kur ka qenë më ndryshe. Si e sheh Benitën, lojën e Benitës dhe gjitha këto, sepse Benita ka qenë goxha aktive, sidomos kur flasim për çështjen e lidhjeve. Redion, ka pasur pëlqime edhe me Tonin, ka pasur flirtime të ndryshme. Si e sheh këtë ngjarje? Sigurisht Benita dhe Endri kanë qenë në një label vite më përpara dhe besoj aty ka lindur dhe kimia e tyre, por duke u mbetur tek Benita në lojë, besoj që e kemi parë të gjithë që në ditët e para ajo le të themi u tentua që të blente nga Alba dhe për të peshuar se sa do të blente si banore, për që në ditët e parë nuk dinte ta menaxhonte veten në ato lojra që bëri kundër Elionës edhe më pas i gjithë rrugtimi i saj me ato tentativat për
të lidhur, por më pas ato eskalimet e saj duke bërtitur dhe duke normalizuar çdo sjellje, qoftë ajo edhe gabim. Por sigurisht që ka qenë dhe vijon të jetë një nga personazhet që krijon situata në shtëpi jo aq shumë të mëdha sa Alba, por nuk mbetet pas edhe me këto ngacmimet që ka tani më me Claudin, që po shikojmë që ka një lloj afërsie dhe largimi. Është e çuditshme se si pati këtë largim drastik nga Toni, pra e kishte një lloj feeling, e kishte një lloj ndjesie për duke marrë dhe mesazhin e nënës së saj, besoj që u largua përfundimisht nga Toni. Po thua që ndikoi hyrja dhe diskutimi në nënën e saj? Në lojën e Benitës? Pa diskutim që ndikoi, sa ajo i kërkoi që ta linte shtëpinë për shkak të sjelljes që Benita ka bërë në shtëpi, që nuk është pëlqyer nga publiku, që është gjykuar për sjelljen e saj, që edhe unë kam thënë her pas here që ka një lloj gangsta, por besoj që e ka të manifestuar, pra që e ka veshur këtë personazh thjesht për të krijuar situata në shtëpi dhe për të qenë një faktor në shtëpi, por janë pasojat që ajo nuk i din se si shikohet në sytë e publikut dhe do t'i mësoj, besoj kur të dalë nga ai format. Po. Dhe nëse flasim edhe për dy banorë që kanë dalë, që kanë pasur goxha ndikim, po flas për Edin edhe për Fjollën. Edi është përmendur edhe nga Bia se duhet ta vazhdonte lojën dhe e meritonte të ishte edhe tutje në Big Brother. Redion, çfarë mendimi ke për Edin? Për lojën e Edit. Në fakt Edi nuk ka pasur asnjë reagim që kur ka dalë nga Big Brother, pra nuk ka publikuar asnjë lloj falënderimi apo diçka tjetër. Do të ndalim tek pjesa e publikut, se ishte më aq sa unë kam ndjekur Big Brother dhe më aq sa unë mbaj mend, është hera parë që kur një banor, një personazh që ka pasur një audiencë, ka një mbështetje nga jashtë, ku është pyetur a e doni brenda në shtëpi apo jo, që të dalë nga shtëpia e Big Brotherit, dhe kam qenë plotësisht dakord me vendimin e publikut, pasi në atë lojë Edi nuk kishte një lloj qasje apo nuk kishte një lloj zhvillimi për ta mbajtur të mbërthyer publikun. Fillimisht të gjithë e kemi njohur me pjesëmarrjen e tij në Big Brotherin e shkuar, dhe më pas kjo mundësia e dytë që u dha sërish për të qenë banor, e nisi me një lloj qetësie për të qenë ai Edi i Love Story, tentoi që të kishte diçka me Dolcen, por u zbe në mënyrë shumë të shpejtë dhe në mënyrë shumë të çuditshme, se ishte ai pikulluari që hoqi para dhe nga çmimi i madh për të marrë mesazhe dhe për të kuptuar Dolce. Më pas rikthimi i saj nga Grande Fratello ishte i akull në raportin e tyre dhe u kuptua që ishte një marifet i Edit për të treguar ndoshta në sytë e publikut këtë djalin romantik dhe këtë djalin e mirë. Më pas kur ishte dhe labi, e pam që e kërcënonte dhe që kishte një lloj agresioni, më pas ishte i qetë, pati këtë situatën me Bien që në sytë dhe në tek banorët ajo e talli për masat e tij, sa kaq pika e fundit që ishte agravimi i fortë me Arditin, dhe nuk është se ka pasur loj Edi në atë shtëpi të Big Brother, thjesht e ka jetuar dhe ka qëndruar se ai i forti edhe aty në koltuk i pari në prime që dilte dhe nuk fliste pothuajse as pak, pra të futesh në një format si Big Brother ku duhet të kesh lojë, duhet të kesh një lloj strategjie. Për mua ai nuk kishte strategji përpose asaj të krekosuri edhe për të treguar edhe një herë tjetër që është një djalë që pëlqen ndoshta të jetë gangsta, por në një lojë si Big Brother kur ti humbet thellë, duhet ta pranosh edhe këtë heshtin e tij. Nuk e di, shpresoj shumë që të mos jetë një marifet i produksionit për ta rikthyer. Daljen e Fjollës, Redion? Fjolla ishte goxha aktive, goxha pjesë e debateve të ndryshme, por që erdhi një moment dhe pas diskutimit pamve të daljen e saj. E kam thënë që Fjolla mund dalë me zarf të zi nga ajo shtëpi, duke njohur temperamentin dhe duke njohur si një nga personazhet më të njohur që ishte në atë shtëpi nga ana e showbizit. Sigurisht që ajo nuk ka qenë mirë pothuajse përgjatë javëve të fundit, dhe në të gjitha situatat që ka pasur në shtëpi e kemi parë vetëm duke bërtitur, duke eskaluar, pra e humbi atë qetësinë, e humbi atë durimin, nuk ishte ajo Fjolla e freskët siç ishte në fillim, që dha atë energjinë e mirë, që ishte drejt për drejt e çiltër dhe që ishte e komunikueshme, që krijonte situata të lezetshme dhe që kishte
përballje me kuptim dhe përballje reale. Me humbi të gjithë të, nuk e di, e kam mësojnë se mund të tingëlloj shumë e vrazhdët, por Big Brother nuk është një qendër rehabilitimi ku pas komente që fjolla është shumë e mirë, ka një zemër të pastër, nuk mund të ishte pranë një ambienti toksik. Ky është Big Brother. Besoj ajo ka ditur ku do të fuste dhe çfarë e priste dhe si duhet të luante, edhe pse thoshte unë jam Fjolla Morina, unë nuk kam lojë, nuk kam strategji, ju rrëzoj gjithëve, më pas përballjet e forta që kishte me Albën ku fusin edhe pastaj akuzat e Albës për ti e tradhtare, ti e kështu, fusnin kombin, pra shkonin në tema dhe në situata që as nuk i mbanin dot dhe as nuk i jepnin dot zgjidhje dhe nuk kishte ndonjë lloj qasje, Fjolla që thoshte ti je në tokën time, pra kalonin në një lloj mllejfje dhe në një lloj kaluan caqe që ndoshta nuk ishin të nevojshme, por shumë mirë bëri që doli, edhe pse ndoshta ka pasur tentativa përgjatë asaj dite të Prime-it nga produksioni ndoshta për ta mbajtur Fjollën brenda shtëpisë, duke i njohur atë si personazh edhe që mund të shiste, por besoj që goditja e fundit që i dha Alba ku e akuzoi apo hodhi atë aludimin për Fjollën si përdoruese të lëndëve narkotike ishte vula që ajo duhet të dilte dhe duhet të merret me mirëqenien e saj të shëndetit dhe duhet t'i qëndroj larg reality show-ve, pasi është një personazh që jep shumë, por vetë ajo cënohet dhe preket. Po. Dhe kështu dua që meqense me Big Brother i komentuam kështu dal ngadalë gjithë ata që janë aty, dua me patjetër edhe një mendim për Labinot Regjen Redion. Si është e Labin këtë Big Brother? Uroj që mos na dali me barë, se çfarë po bën ato shtëpi, po vishet si femër, po provokon, po gatuan, ka humbur lojë, nuk ka më lojë, por se këtyre situatave që bën që vishet si femër, që bën si grua, që ka disa debate, besoj që e ka humbur atë strategjinë, besoj deri më tani ka pasur një lloj strategjie dhe plan nga jashtë, është shuar dhe po jeton këto format, ndoshta edhe si ka bërë një fjalë shumë të rëndë Labinotit të ri, i ka thënë një fjalë që besoj që do të dali në Prime, nuk dua ta përdor, pra por se po kapet me fjalë, me këto ngacmimet e vogla edhe me këto shfaqjet e tij si një drag queen, nuk besoj që mbetet gjë tjetër për t'u parë nga ai. Po, dhe fare në fund, dua të pyes edhe, dua të kalojmë pak tek Big Brotheri në Shqipëri, me dojmos për një relacion, me që se po flasim shumë, e kemi diskutuar e nisëm këtë intervist me dashurit dhe pëlqimet, dua të flas për Brikenën edhe Mateon. Këtë interpretimet të tjera, Redion, ajo që ka u tha në Prime, ajo që ka u tha nga miqësia e tyre jashtë shtëpisë, dhe krejt tjetër një rrëfim që Mateo flet me njërin nga banorët dhe i tregon se si është njoftuar dhe si janë takuar me Brikenën. Unë e di se kam parë Mateon, e kam parë si një person që sikur është nga Interpoli dhe shkoi në derën e Big Brotherit dhe duke thënë se shiko se unë kam një plan, kam një dosje për Brikenën dhe mund të bëjmë diçka për të nxitur situatën brenda shtëpisë Big Brotherit, dhe ishte Brikena që unë e njoh pak edhe nga formati që ajo ka pasur në Prishtinë, që u tregua ndoshta lojtare e zgjuar dhe që nuk i dha shumë shtigje dhe ja preu shkurt të gjithë asaj tendence që mund të ketë pasur Mateo, ndoshta edhe me një frym mbështetëse nga produksioni, por të shkosh në një format duke u prezantuar si ishi dikujt ku mbetesh ti si njeri, edhe pse tani në orët e fundit Mateo po pëlqehet se në një gasmim që kishte mbrojti shokun e tij të ndjer që ka pasur atë palestrën, por edhe në debatet që ka me Mirin, po shikohet një lloj pëlqimi të publikut, pra më mirë të ishte futur si Mateo dhe jo si ishi Brikenës, pasi publiku nuk është se pëlqen shumë këto situatat, edhe pse mund të ishte një zhvillim për të pasur një lloj situate brenda shtëpisë së Big Brotherit, por që megjithatë entuziazmi që erdhi që u prezantua si ishi, më pas kuptuam që pas ka pasur vetëm një dark, disa mesazhe, Instagrami dhe një love story, siç u shpreh në fund Brikena, blok dhe kaq. Po, dhe po thua që Brikena ka vepruar mirë Redion në relacion me Mateon?
sepse Brikena ka hyrë me pankartën e një vajze që nuk ka pasur lidhje jashtë, edhe sigurisht që kjo futje mund të shkaktonte sipas taj një lloj fitili tek publiku për të humbur atë simpatinë, se ajo e ka marrë një mesazh që publiku e do, se u shpall në top 5 banorët më të preferuar dhe realisht publiku po e pëlqen, edhe pse komo parë ajo u paragjykua për shkak të një deklarate që bëri kur ishte në Miss Grand, por po pëlqet për atë çiltërsinë, për atë ndihmën që u jep banorëve, që unë besoj e ka natyrale dhe nuk e ka të shtirë, edhe pse Stenaldo pretendonte ditë më parë që gjithë ndihmesa që ajo po jepte mund të ishte pjesë e një loje, por po shikojmë që edhe në situata të tjera ajo është ndihmuese. Bëri shumë mirë që e preu fitilin Mateo, se nuk mund të përfitosh në kurriz të një gruaje, dhe është shumë e shumtuar kjo që bëhet në çdo edicion të Big Brotherit, gjem një grua dhe hajde t'i bijem. Por Rediona mendon që edhe rrëfimi Mateo, sepse ai Mateo në Prime nuk ja diskutoi një farforme ato që ka tha Brikena dhe ja la ashtu. Por pastaj në një diskutim që pati pas Prime, ai e shëroi gjëre gjatë këtë situatën me Brikenën. Po sigurisht edhe ai e ka frikën se si do të ndikojë tek publiku, se në fund ditës ata aty janë në një lojë, por vendimin për të dalë apo jo e merr publiku, më thojza, por sigurisht që besoj që është treguar deri diku me bazament, por mos të dhënë ndoshta detaj që mund të pegojnë lojën e tij. Kështu e kam parë deri më tani. Po, Gjeron, falenderoj shumë që ishte me një mos mes bërç edhe për pastrimin e shtëpisë. Ka pasur edhe reagime edhe nga vëllai madh, po them kështu, në Big Brother për pastrimin e shtëpisë, mos ketë gjëra të tilla, por pse Redion vazhdimisht duhet kritikohen, sepse rrjeti mund të them që ndër diskutimet përveç lidhjeve, pëlqimeve dhe miqësisë, qëndron patjetër edhe kjo pjesa e pastërtisë. Shtëpi më e papastër nga banor, qoftë në Shqipëri apo në Big Brother, në Shqipëri nuk ndodh që të shikojmë situata kaq të agravoara, pastaj banorët po komentojnë dhe janë kthyer në objekt tallës edhe për higjienën e tyre vetjake, pra që nuk pastrohen, që dalin në Prime me koka të yndyrosura, por sigurisht është e turpshme, sepse është hera dytë që vëllai i madh i bën atyre thirrje, i ka dënuar, i ka hequr nga çmimi i madh. Para pak ditë është 2.000 euro, edhe do t'jetë, nuk e di, turpi botës, nëse në Prime-in e së premtes, do të merret një vendim për të çuar kush ka pasur përgjegjësinë për të mbajtur ambientin e kuzhinës së pastër, ndoshta në një televotim, nuk e di, por janë kthyer realisht në një situatë, ne e shikojmë në sy tallës, por që të jetosh në atë higjen aq të pistët, mirë për ata banorë që jetojnë dhe që bashkëjetojnë me njëri tjetrin, për të paktën për ata që nuk luajnë gjatë ditës çfarë bëjnë. Është shumë e trisht kjo gjë. Po, dhe Redion me kaq po e përfundojmë këtë pjesën. Falenderoj shumë që ishe me ne sot në emision. Faleminderit shumë. Dhe të dashur shikues, pas